Kush është Rasmus Højlund? Rasmus Højlund është një sulmues danes i lindur në 4 shkurt 2003, i cili është bërë një nga talentet më të spikatura të Europës në pozicionin 9. Ai filloi karrierën e tij profesionale te Atalanta në Serie A, ku tërhoi që vëmendjen me aftësinë e tij fizike, shpejtësinë dhe instinktin për gol. Këtu u konsiderua një prej sulmuesve më premtues në Itali, që shkaqoi drejt një transferimi të madh te Manchester United në vitin 2023 për një shumë për rreth 64 milionë euro plus bonuse. Megjithatë, kozgjatja e tij në Old Trafford rezultoi vështirë. Pavarësisht disa momenteve pozitive, ai vuajti për të shprehur potencialin e tij të plot në Premier League, duke shënuar vetëm disa gola dhe shpesh duke u ndeshur me presionin e lojës së fortë angleze. Përpasoj, trajnerët dhe drejtuesit vendosën se ai nuk ishte një zgjedhje themelore për ofensivën e klubit. Lëvizja te Napoli dhe situata aktuale. Në verën e vitit 2025, Højlund u transferua te Napoli me një marrëveshje udhëzimi të gjatë, që përfshin një opsion ose obligim blerje të përhershme, në varësi të kushteve të kualifikimit të klubit për Champions League. Napoli pagoi një tarifë udhëzimi rreth 6 milionë euro dhe detajet e kontratës e lidhin transferimin përfundimtar për një shumë prej rreth 44-50 milionë. Te Napoli, Højlund ka arritur një ringjallje të karrierës në drejtimin e Antonio Contes, duke shënuar 9 gola në 20 paraqitje në sezonin aktual, Premier League dhe Champions League të përfshirë. Kjo shifër tregon se ai filloi të fitonte ritëm dhe të ndihmonte skuadrën në pozitat sulmuese, përfshirë edhe një dopjet të rëndësishme në kampionat. Performancat dhe ndikimi aktual. Ritëm golesh me Napoli, Højlund ka qenë një nga sulmuesit më të rrezikshëm të sezonit deri tani, duke kontribuar me gola kyç për skuadrën në Serie A dhe në kompeticionet evropiane. Forma dhe përfitimi taktik. Napoli ka sjellë më shumë strukturë taktike rreth tij, duke e përdorur si një pikë referimi për sulmet, sidomos në lojë horizontale dhe kundër sulme të shpejta. Statusi i transferimit. Klubi italian e konsideron përfundimin e transferimit si një formalitet me blerjen përfundimtare që pritet të realizohet, duke aktivizuar klauzolën dhe bëhet zyrtare në bazë të kushteve të formës së kampionatit. Sipas raportimeve më të fundit, Højlund ndodhet në një periudhë pak mosfiduese, ku Napoli ka përjetuar disa luhatje në formë kolektive dhe ai ka kaluar një periudhë pa gola në rreth 7 ndeshje renditje. Një periudhë që ka ngritur diskutime se si do të reflektojë kjo në objektivat e klubit për këtë sezon.